spektri autizmit nuk është një smundje, ose autizmi nuk është një smundje që ka definune vetëm një grup simptomave caktun me shkallë të zhvillimit caktun të një fëmijë i veçantë. Domthonë për ata na thojmë zhvillimet e spektrit të autizmit që mund të jenë prej simptomave më të lehta, edhe aty në shenjave më të lehta që ngjajnë me autizëm, deri te një autizëm komplet që mund me ka me një shkallë të zhvillimit shumë të rëndë, që fëmija të konsiderohet një fëmijë tamam me nevoja të veçanta shumë të rënda në kujdes të vazhdueshëm. Nuk ka ndaj muj ose strek që mund të prej kësaj date, po na nëse fëmija deri në moshën 15 muajshe, 15 deri në 18 muaj nuk fillon me zhvillu disa fjalë, me lidh disa rrokje, me zhvillu një komunikim emocional dhe një ngrohtësi emocionale, qoftë me prind, familjen, moshatarët e tij, qoftë në çerdhe, qoftë në lagje. Nëse një fëmijë fillon më vrej që është më izoluar, atëherë na në këtë rast prindërit duhet ta adresojnë te pediatri dhe të përcjellet edhe me psikologun e fëmijëve që ai fëmijë fillimisht të vëzhgohet që a është të shku ka rregullimi i spektrit autistik.